Në 25 mars, Greqia feston ditën e pavarësisë, një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë e saj kombëtare. Kjo datë shënon fillimin e kryengritjes kundër perandorisë osmane në vitin 1821, një luftë e gjatë dhe e vështirë që çoi në çlirimin dhe krijimin e shtetit modern grek. Kjo datë e shënuar është festuar në qytetin e Korçës përmes një organizimi nga Konsullata e Përgjithshme e Greqisë në Korçë, ku fillimisht është mbajtur një doksologji në katedralen Ngjallja e Krishtit, ndërsa mëtej konsulli ka organizuar një pritje për autoritetet dhe qytetarët. Sot nderojmë edhe një herë për vjetorin kombëtar të 25 marsit 1821, ditën që simbolikisht shënon fillimin e rilindjes kombëtare greke. Këtë vit për vjetorin 25 marsit përkon edhe me një tjetër përvjetor të rëndësishëm historik kombëtar, mbushen e 200 viteve nga dalja e Mesolongit. Ky qytet i vogël në Greqinë perëndimore që gjatë luftës së pavarësisë u rrethua 2 herë nga osmanët dhe më pas nga egjiptianët. Dalja përmbledh karakterin historik të revolucionit grek të vitit 1821, i cili ishte një varg sakrificash individuale dhe kolektive. Përtej fushave të betejës, lufta për pavarësinë e Greqisë ishte gjithashtu një laborator eksperimentimi dhe krijimi institucioneve politike dhe kushtetuese. Gjatë më shumë se 2 shekujve të lirisë politike që pasuan revolucionin e vitit 1821, demokracia, shteti së drejtës dhe të drejtat e njeriut kanë qenë në qendër të zhvillimit politik dhe kushtetues të Greqisë. Në këtë pritje kanë marrë pjesë personalitetet të Shqipërisë dhe Greqisë. I pranishëm ka qenë kryegjyshi botror Bektashian Axhi Dede Edmond Brahimaj, deputet të forcave politike, kryetari i Këshillit të Qarkut, prefektja, kryetari i Bashkisë Korçë, si dhe të tjerë personalitete dhe qytetarë greke shqiptar. Duke respektuar një tjetrin, respektojmë dhe Perëndin. Edhe Zoti kështu na do të bashkuar. Duke qenë bashkuar edhe lutemi, edhe na pranon edhe lutjet tona më shpejt. Qofshi dritë dhe Zoti ju bekon gjithë dhe amin. Duke kujtuar ngjarje të tilla, për të cellim mesazhin edhe për brezin ton, edhe për brezat e ardhshëm, se nuk duhet të neglizhojmë në asnjë rast vlerat e lirisë dhe demokracisë, sepse ka gjithmonë sfida, ka gjithmonë rreziqe, ka gjithmonë pengesa për to. Dhe nëse nuk jemi të përkushtuar, nëse nuk jemi të vendosur, nuk jemi të orientuar qartësisht, këto rreziqe mund të kërcënojnë edhe ekzistencën e këtyre vlerave. E nderuar nga ftesa e konsullit të përgjithshëm në qytetin e Korçës, doktor Buzias, gjendemi sot këtu për të festuar festën kombëtare të Greqisë me urimet më të mira për popullin grek. Historia na ka treguar sa e rëndësishme është të ndërtojmë ura bashkëpunimi për të ecur gjithmonë përpara. Kjo ditë është simbol i guximit, sakrificës dhe dëshirës për liri të popullit grek.